kur flasim për armë bërthamore, duhet të ndajmë përdorimin e armës bërthamore në një konflikt armatos. Nuk është një lloj si çdo lloj arme tjetër. Është armë shkurajimi, nuk është armë përdorimi. Mbahet për të shkurajuar veprimet e kundërshtarit, që në anglisht quhet deterrence. Pra, vetëm për këtë qëllim, dhe i gjithë objektivi i fuqive të mëdha i atyre që i kanë, po ta shikojmë, sidomos i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është që mundësisht të parandalojnë për hapjen e tyre, pra që vendet tjera të kenë armë bërthamore, po dhe në qoftë se ato i kanë, të kenë qeveri të përgjithshme që mos t'i përdorin, t'i mbajnë vetëm për deterrence, vetëm për shkurajim. Dhe këtu vim të rasti kush janë vendet më të mundshme që mund të përdorin armët bërthamore në një konflikt ndërkombëtar. Dhe në gjykimin tim i pari është Korea e Veriut. Sepse përdorimi i armës bërthamore varet nga përgjegjësia e qeverisë. Sa e përgjeshme. Natyrisht procedura e lëshimit të një arme nuk është e thjeshtë se ka në dorë presidenti Trump ta lëshoj. Unë mendoj bëjmë këtë linjë logjike për audiencën tonë që duhet na ndjeki me një, le të themi, kronologji sasiore, pastaj një kronologji analitike, që do të thotë më rankon cilat janë vendet që të kanë më shumë kapacitet bërthamor. E para është Rusia. E para është Rusia. Pastaj e dyta është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, pastaj vin India, Britania, Franca dhe janë në të njëjtin nivel, dhe Izraeli janë të gjitha pothuajse në të njëjtin nivel. Më thua, dhe India është në nga të nivel? 200 deri në 300. Nga 200 deri në 300. Tani, pyetja tjetër që kam, Rusia, ne e dim që të dhënat që na vijnë nga Rusia mund të kenë inflacion, deflacion. Për shkak të propagandës së saj. Ka të dhëna që vërtet Rusia është mbi Amerikën? Nga pikpamja e kokave bërthamore, po, është mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka rreth 300 koka bërthamore më shumë se, ose 400 më shumë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ata ka rreth 600 me 5600. 6000 me 5600, 5700. Kjo është diferenca. Ndërsa më thua që është një armë e cila përdoret vetëm për mos përdorim. Për shkurajim. Për shkurajim. Shkurajim në kundërshtarit. Pra ajo është që të mos jetë. Është që t'i kryoj kundërshtarit atë perceptimin që mendohu dyer përpara se të marrësh një vendim. Bukur. Përsëri, regjia më thotë, se do ta them këtë se dua të jem e vërtet në çdo nivel, që mjaftojnë 300 koka për të shfarosur gjithçka të gjallë mbi planet. Nëse njëra ka 5000 dhe tjetra ka 5600. Pse bëhet kjo kur mjaftojnë 300 për të shkatruar botën dhe mund tani të dalë tek mesazhet e fundit të Papës nga Vatikani dhe jo vetëm, ndaloni pasurinë e njerëzve të investohet në armë. Tani pse është kjo filozofi qoftë edhe ushtarake? Se në rast se ti hedh parën, kur flasim për shkurajim, shikoj, një armë bërthamore ka efektin e kufizuar. Nuk është efekti i pa kufizuar, por thelbisht po flasim për shkurajim dhe shkurajimi është element statistikor në mënyrën e perceptimit. Nuk është element është statistikor. Unë kam 6000, ti ke 5700. Në fakt të dyja palët e mbajnë këtë si armë shkurajuse, jo si armë përdoruse. Pra nuk do të përdoren. Po flasim për Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht se sot Rusia... Po pse se çojnë 320, 325, dhe ndalojnë këtu bursën dhe mos harxojnë 5000 Rriti një arrit tjetra. Kjo ka qenë mënyra një, e dyta. Varen nga lloji i armës, sepse nuk janë të gjitha të njëjtit tip. Ka të nivelit taktik, ka të nivelit mesëm, ka të nivelit strategjik. Jo të gjitha janë të karakterit strategjik ose ndërkontinentale. Ka dhe të nivelit taktik janë 1, 2, 10 kiloton që përdoren në fushën e luftimit, që kanë efekt vetëm për një brigadë apo një divizion. Pra, si të tilla kur flasim për armë bërthamore, për koka bërthamore, kemi parasysh të gjitha tipeve dhe distancave. Masive dhe distancave që ato mbulojnë.